prokuroria, gjykata kushtetuese saj e kanë një lloj njerëz për të akuzuar të aty është si në ato ndrat e ankthit që ti dën me bërtit, po se një zonin tonë. Se aty jënë bashkë, se më thonë jënë me prokurori, përparim me gjykatës, me avokat popullit, me gjykatë kushtetuese, edhe të akuzum të jenë shumë të vëgjër për me mujtë edhe zonin e vetë, edhe me bërtit, dhe mo diçka tjetër. Këso lloj kontrolli ja kështë pas Lakmia dhe Jules Cezari, në formën ma diktatoriale të apetiteve ti kontrollit. Do thotë kjo është absurde totalisht. Përpojmë? Faleminderit, Leo, une jam koncentruar dhe sot në platformën Liria ka emër dhe këtu do të koncentrohem vetëm në aspektet juridike, se mendoj që në fund të procesit në Hag nuk kemi nevojë për emocion. Hashim tha që dhe të tjerëve i bëjmë nder me tregu si ka shku procesi profesionalisht dhe jo me thonë kështu kushtimisht me i vajtu në asnjë formë tjetër. Dhe unë këtu do të përpitem vetëm për argumentet juridike. Dhe para më lejo të them që për mua është e çuditshme me pa shkelje të tilla në një gjykatë që është me gjyqtar evropian, e vendosur në Holandë, edhe janë shkelje të cilat unë lehtësisht i argumentoj. Po e nisi prej të parës. Ndoshta kemi nevojë me e përsërit. Gjykata speciale themelu për shkak të raportit Dick Marty që thoshte që ka ekzistuar një shtëpi e verdhë atje. Është arrestuar presidenti Thaçi dhe të tjerë, kur është publikuar këtë akuzë, nuk ekziston asnjë fjalë për shtëpinë e verdhë. Tu të më rikthy te ky fakt besoj. Dhe mas andaj e dini Dick Marty vet ka thonë që serb kanë angazhuar njerëz me euro për milion fajin shqiptarëve. Ka thonë Dick Marty, kur pe thomun e kështu, dikuj më ndok që po tregoj në film, është e vërtetë. Këtë ka thonë Dick Marty. Kjo e para. Okej, kjo s'ka ndodhur, është ngrit një akt akuzë për të pretendime tjera. Si ka rrjedh procesi Matutje. E para, 4 vjet e disa muaj para burgim. Konventa Evropiane e Drejtat Njerëzit që është e zbatueshme në Kosovë sipas në 22 kushtetutës. Jurisprudenca e Gjykatës Evropiane e Drejtat Njerëzit që është e zbatueshme sipas në 53 kushtetutës. Kushtetuta jon janë të detyrueshme për gjykatën speciale. Nuk lejojnë që të ketë paraburgim kaq gjatë. Ky është burg. Kur e marr njëri mbi 4 vjet, ky është burg. Ata janë paraburgim. Prezumohen të pafajshëm. Prezumohen të pafajshëm. Dhe për ma tepër, nuk lejohen mu liru as masi e ka paraqit prokuroria pjesën e vet. Për që ka kryb, shqetësime që i ka pas rafasoj. Prokuroria ka sjellë çdo dëshmitar që ka dashur. E ka ndëgjuar sa herë ka dashur. Bile ka pyet trupi gjykues më gjatë se mbrojtja. Edhe kjo është një problem. Ka sjellë çdo provë që ka dashur, po krye ajo fazë. S'ka asnjë arsye me majt ata. Edhe kemi majt deri tash, se tash nuk i lira. Unë po flas për një standard evropian, do jem gjendje me diskutuar me çdo jurist të huaj edhe vendor. Ma gjeni një rast kur një rast i tillë mundet me ndodhë që 4 vjet, 9 muaj gati po bën, ma në paraburgim. Kjo shkelje e kushtetutës, e konventës, e jurisprudencës së Strasburgut. Sekretet janë zbatueshme për gjykatën atje. Tjetra, mos zbatimi i parimeve elementare drejtësisë. Unë e kam lexuar me kujdes vendimin prej 60 faqe të dhomës kushtetuese në rastin e Calit. Në rastin e Calit, Leo ka qenë thjesht çështja. A duhet mos zbatu një parim që romakti kanë thonë lex meteori, zbatimi i ligjit më pavarshëm ajo? Gjykata, dhoma kushtetuese, gjykata speciale ka thonë jo, nuk e zbatojmë këtë parim. Nuk dënojmë ty me kodin penal të Jugosllavisë se të vjen ma lehtë. Edhe kur kam lexuar vendimin jam shoku. Pse shokohesh? Sepse gjykata arsyetimin që jep thotë është ne nuk jena detyruar thotë prej sistemit juridik të Kosovës, ai mund me pas veç karakter konsultativ për neve. Edhe nëse e pranojmë këtë supozim, këtë pretendim gjykatës, që s'kan kanë detyruar nga sistemi juridik i Kosovës, që është e vërtetë se është gjykata e Kosovës. Edhe në listë thotë, kjo gjykatë zbaton kushtetutën, këtë numërohet jurisdiksioni. Po dhe sikur ta pranojmë këtë. Çdo jurist në Evropë, e din, jurist mesatar, që parimi i zbatimit të ligjit më të butë nuk ka lidhje me a e zbaton një sistem ajo. Është absolut. Është absolut edhe në vende diktatoriale. Në kushtetutat e vendeve komuniste e ki. Zbatimin e ligjit më të butë. A zbatojnë ajo që është tjetër, unë po them që është e shkruar. Dhe gjykata speciale thotë nuk e zbatojmë se kena sistem autonom, ka shpik kjo autonomi. Ajo është gjykata e Kosovës e themeluar me një amandament kushtetues e ndërkombëtarizuar përmes një marrëveshje ndërkombëtare për një qëllim. Që meqense këtu është vlerësuar që klima me funksionuar gjykata e pavarur nuk ekziston, e morëm këtë gjykatë që në Hag. Kosova ka shprehë këtë vullnet, ka bart një pjesë të sovranitetit saj. Kjo juridikisht quhet bartje e sovranitetit. Dhe tash kur vjen tin këtë situatë, kur një parim elementar i tillë, smundemi pa fol. Nuk jam të thonë mos i dënoni se janë burrat më të mirë të kombit. Jam të thonë që ky parim është absolut drejtësi. Edhe një të fundit për këtë pjesë nëse më lejoni. Shikoni çka ka ndodhur një herë. Kjo është e pabesueshme. Ekziston një parim drejtësi, avokati e din që
s'ka vepër penale s'është e përcaktuar me ligj. Se shoqënia evoluon, ke i bën, për shembull, na kena tash veprën penale vjedhja subvencione, se kena pas përpara. Se s'kan vjedhur një subvencion. Kur e kanë nisë me vjedh kanë thonë futen kod penal. Edhe këtu ka qenë çështja të ndërmarrja e përbashkët kriminale, e cila u formu si vepër penale, mbrojtja ka pretendu që figura e kësaj vepre penale u formu si vepër penale, masi këta i kanë kryer krime dhe prandaj s'mundesh me i denu ata sepse s'ka ekzistuar si koncept. A dini çka ka thonë specialja? E ka lexuar në kushtetutë që thotë askush nuk mund të denohet për veprën që s'ka qenë parapome me ligj në Shqip. Edhe në Shqip s'ka kryer punë se ka thonë smush, se s'ka qenë e denueshme atëherë. Çka kanë bërë? E kanë gjetë versionin serbisht që thot askush s'mund jo të denohet, akuzohet. Thotë na mujna me akuzu. Edhe kanë përdorur çato. Po a dini pse është prapë poshtë pa logjike? Dini pse? Se nëse dikon mundesh me akuzu, po në fund s'mund e dënon pse akuzon. Çu shmush me marr fjalën akuzim denim me nxjerr dallim. Se pse ta akuzojnë ty nëse në fund s'kam drejt me dënu. Cili është kuptimi i procesit? Kto ka ndodhur te Kafka. Procesi i Kafkës u thjet kur pse akuzohesh. Çka ka menduar në fund? Domethënë, e kam përdorur versionin serbisht, as anglisht, as shqip, versionin serbisht që i rëndon këtyre pozicionin, po prapa ajo është absurd. Se thot akuzohet, po cili është kuptimi nëse s'mund dënohet në fund? Për çfarë ndodh procesi? O teatër ajo ç'është? Thotë, janë gjona, po e përmbyllim me këtë pjesë. Janë gjona shumë bazike. Shkelje shumë bazike, të cilat unë për vetë, po ju them jam i tmerrum, unë kam marrë për shembull 2-3 orë me studiu rastin e Calit, 50-60 faqe, e për mua është e pabesueshme që unë e pres, okay, hajde çush keni me arsyetu, ta shoh faqe pas faqe mos zbatimin e ligjit më të butë. Edhe kur vjen te ajo pjesa ku është detyruar me gjykata masi e kryen historinë e rastit, gjykata vetë bën një paragrafi 3 edhe ja nis me kallëzu që u themelu gjykata një 70 faqe me tan lexim. Edhe masën me 70 faqe kthehet prapë te tema dhe strukturalisht është qëllimi ik. Kështu që unë mendoj që jemi, më falë të përmbyllim me këtë fjali, si shoqëri, jemi para një sfide të jashtëzakonshme. Një gjykate që ne i kemi besu, që ofron drejtësi me standarde evropiane, ka dalë një zhgënjim i madh. Edhe nuk mujna më bëu, më falni që po përdor hipokrit edhe më thonë, jo se ata e kanë votu, jo, fal. Gjykata speciale u votu për jashtimtarët të tjerë me vullnetin dhe me premtimin që do të ketë drejtësi evropiane. Kërkush, unë kur s'kisha besu që lexoj një vendim të shkruar në nivel evropian me atë cilësi. Më falni nëse e zgjat. Okay. Madje nëse merret si shembull për mu standardizu ajo që vetë e kanë votu është absurd juridik edhe lingual, sepse nuk mujmë i thonë anë një personit që i dorëzohet drejtësisë e tash na dhohet drejtën e shkeljes edhe të trajtimit të barabartë. Domethënë edhe mrena logjikës së thjesht, po edhe mrena logjikës juridike është absurd. Po, tash 5 vjet, pra njerëz të që tha Gruda, ky është burg, pra nuk është ky paraburgim, pra janë 5 vjet po bëhen që janë, po duket procesi deri në fund, kom përshtypjen, nuk e kom përcjell me vëmendje dikujt, pra sa kom pa, pra aty s'duket që ka fare rëndësi, të paktën ajo që shihet, ç'a thot mbrojtja, ç'a thot ajo, ç'a thot ky. U nis procesi dika që po duket po don me mri. Tash ka po duket në anën tjetër që ka një frustrim. Pra që është i shfaqur sot përmes platformës Liria ka emën. Frustrim që kena po në fillim, në protestën masive, që njerëzit kanë dalë. Nëse muj pak me... E që disi partit politike në mundu me majt, po vishë pak, në mundu me majt në kontrol disi për mi dhonë mundësi, drejtësis me thonë fjallën e vetë. I lloj neverie, ma shumë se frustrimi, që e tha Liria ka veç për këtë e pata i lloj neverie, se frustrimi ka pak ma shumë pasojë psikologjike, se sot reale. Frustrim. Po, neveri. Si dë? Kuronis kjo gjykat është besu që ka dëshmi gjithandej. Edhe që procesi ka me qenë proces formal i letë për shkak të dëshmive të shumta. Kësisoj është besu. Prokurorët edhe ato instancat politike që e kanë konstruktu gjykatën kanë qenë të binduna që ajo që është fol me vite e sidomos në shoqërinë shqiptare të Kosovës, që elementet ish ushtrisë lirimtare të Kosovës janë përfshin krime gjithandej, ajo o shëndru në, që thojnë anglisht, hype, o shëndru në një lloj të një
besimit pa arsyeshëm. Edhe na, s'kem nevojë murajt ndër me veti. Prej qershorit 99, deri në vitin 2020, këtu ka pas akuza gjithandej mbi vrasjet, mbi torturimet, mbi krimet. Kanë bo karrierë politike njerëz. Janë kriju karriera politike, edhe në fund është ndërtu një bindje. Ajo bindje ka fillu që me çlirimin e vendit, që herdo kur dikush duhet mi adresu këto pohime, edhe akuza, edhe kultura janë e pa kujdesshme, e pa përgjegjshme, e unë mendoj shumë shpesh edhe malicioze, destruktive, e ka prodhu një bindje.